Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm, 25 shkurti. Dashi, 25 shkurti, ju gjen energjik dhe me dëshirë të fortë për të marrë iniciativa. Në punë, do ndiheni të motivuar për të çuar përpara një ide që e keni menduar prej kohësh. Mund të litë një mundësi e re bashkëpunimi që kërkon guxim dhe vendosmëri. Financat kërkojnë kujdes, sidomos nëse të ndohuni nga shpenzimet impulsive. Në dashuri dita sjell pasion dhe emocione të forta. Nëse jeni në një lidhje, një bisedë e hapur do forcojë besimin. Demi, kjo ditë sjell stabilitet dhe nevojë për siguri. Në punë, do përqendroheni tek detajet dhe do kërkoni rezultate konkrete. Një projekt i nisur më herët mund të japë shenja progresi. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të mendoni për kursimet afatgjata. Në dashuri do kërkoni qetësi dhe mirëkuptim. Binjakët, 25 shkurti, ju vendos në qendër të komunikimit dhe lëvizjes. Në punë, mund të lindë një mundësi që kërkon reagim të shpejtë dhe fleksibilitet. Idetë tuaja do vlerësohen nga të tjerët. Financat kërkojnë pak më shumë organizim dhe disiplinë. Në dashuri, dita favorizon bisedet e hapura dhe flirtin e lehtë. Nëse jeni në një lidhje, përpiquni të dëgjoni më shumë partnerin. Beqarët mund të përjetojnë një njohje interesante përmes bisedës spontane. Gaforja, sot do ndiheni më të ndjeshëm dhe të përqendruar tek familja. Në punë, mund të kërkohet durim për të përballuar një situatë ndërlikuar. Mos reagoni me emocione të forta. Qetësia do ju ndihmojë. Financat kërkojnë organizim me të kujdesshëm. Në dashuri është momenti mirë për të forcuar lidhjen përmes komunikimit të sinqertë. Partneri do vlerësoj kujdesin dhe mbështetjen tuaj. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush. Luani, 25 shkurti, sjell energji dhe dëshirë për të shkëlqyer. Në punë do keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja, drejtuese dhe kreativitetin. Një projekt i ri mund të nisë me sukses. Financat përmirësohen, por shmangni shpenzimet për luks të panevojshëm. Në dashuri pasioni është i fortë dhe dita favorizon gjestet romantike. Partneri do kërkojë më shumë vëmendje. Virgjëresha, kjo ditë kërkon organizim dhe përqendrim maksimal. Në punë do përfundoni me sukses detyra që kërkojnë vëmendje ndaj detajeve. Mund të merrni vlerësim për profesionalizmin tuaj. Financat kërkojnë planifikim të kujdesshëm dhe shmangje të rreziqeve të panevojshme. Në dashuri, tregohuni më të butë dhe pak kritik ndaj partnerit. Peshorja, 25 shkurti, sekson marrëdhëniet dhe bashkëpunimin. Në punë do kërkohet diplomaci për të zgjidhur një situatë delikate mes kolegeve. Aftësia juaj për të gjetur balancën do vlerësohet. Financat janë të qëndrueshme. Në dashuri kërkoni harmoni dhe dialog të hapur. Nëse jeni në çift, një diskutim i sinqert do forcojë lidhjen. Beqarët mund të përjetojnë një njohje. Akrepi, 25 shkurti, ju gjen të thellë në mendime dhe shumë intuitiv. Do ndjeni se diçka po lëviz në sfond, sidomos në aspektin profesional. Në punë mund të përballeni me një situatë që kërkon strategji, durim dhe zgjuarsi. Mos veproni me nxitim dhe mos ndani çdo plan me të tjerët. Financat kërkojnë kontroll të kujdesshëm. Shmangni rreziqet e panevojshme. Shigjetari, kjo ditë sjell energji pozitive dhe dëshirë për të eksploruar mundësi të reja. Në punë, mund të shfaqet një propozim interesant që lidhet me udhëtime, trajnime ose bashkëpunime të reja. Mos hezitoni të pranoni sfida
që ju nxjerrin nga rutina. Financat janë e përmirësim, por është e rëndësishme shpenzimet spontane t'i keni parasysh. Në dashuri keni fat. Britsjapi, 25 shkurti, kërkon përqendrim dhe disiplinë të reja që do testojnë aftësitë tuaja organizative. Përkushtimi juaj do vlerësohet dhe mund të hapë rrugë për avancim. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm dhe planifikim afatgjatë. Në dashuri treguhuni me të hapur emocionalisht. Ujori, sot do ndiheni të frymëzuar dhe plot ide kreative. Në punë mund të propozoni një zgjidhje inovative që do tërheqë vëmendjen e të tjerëve. Mos keni frikë të mendoni ndryshe. Financat mund të përmirësohen përmes një projekti të ri ose bashkëpunimit të papritur. Në dashuri kërkoni liri dhe mirëkuptim, sinqeritet. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të veçantë që fillon si miqësi. Peshqit, 25 shkurti, ju gjen me të ndjeshëm dhe të lidhur me intuitën tuaj. Në punë do përdorni kreativitetin për të zgjidhur çështje që kërkojnë qasje të butë dhe bashkëpunuese. Mund të merrni vlerësim për mënyrën si menaxhoni situatet delikate. Financat kërkojnë kujdes dhe shmangje të shpenzimeve emocionale. Në dashuri kërkoni thellësi dhe përkushtim. Nëse jeni në një lidhje, shprehni hapur ndjenjat tuaja. Beqarët mund të përjetojnë një takim romantik që zgjon emocionet e bukura. Kujdesuni për pushimin dhe balancën shpirtërore. Një aktivitet artistik ose meditim do ju ndihmojë të gjeni qetësi. Mbrëmja sjell reflektim dhe shpresë për hapa të rinj. Dhe si përfundim, 25 shkurti është një ditë që kombinon energji, reflektim dhe nevojë për balancë në çdo aspekt të jetës. Ajo ofron mundësi për të avancuar në punë përmes kreativitetit, vendosmërisë dhe bashkëpunimit, ndërsa kërkon që të shmangni nxitimin dhe vendimet impulsive. Marrëdhëniet personale janë në qendër të vëmendjes, duke kërkuar komunikim të hapur, sinqeritet dhe mirëkuptim të ndërsjellët. Financat kërkojnë organizim dhe maturi, sidomos për shpenzimet e pa planifikuara, dhe çdo vendim i zgjuar sot mund të ndikojë pozitivisht në të ardhmen. Shëndeti dhe mirëqenia shpirtërore kërkojnë kujdes, pushim dhe aktivitete që ju rikthejnë qetësinë. Faleminderit që na dëgjuat. Për më shumë video, në vazhdim, një like dhe subscribe.